Shpresojmë që edhe emisionin e dytë më qenë ashtu. Faleminderit. A u gëzuve që fitoj Turkia një me? Para se me dolë tim? A me tregu drejt. Wallahi 1 milion herë kësha pas qef ma shumë e fitu Kosova. E vërdet? Mirë po, fatin do shta dhe gabimet loj është ajo, se e kanë marrë dyqysh një gol që faktikisht jo fort meritore për ta, po ajo vle për ta shumë, dhe një numërohet gol, po jo ku me dita dhe dyqysh mu dak si befas dyqysh. Si pa lidhe dyqysh. Hoq, a lidhet identiteti jo shqiptar me ndonjë fe të caktume, a gjithmonë sipas juve ka qenë feja e ndom nga kumbi? Po shiqo, unë mendoj që këtu jenë mishruar njëra me tjetrën. Sepse tjetohet ma shumë se 6 shekuj apo 7, gati që 530 e ka mojë dhe që i qenë sa ka shkua. Mendoj që ka dhe elemente fetaret, dhe me thonë që janë brenda kombit tu. Sikur që është oda, është mikpritja, vetë fjala odë nuk është Shqip. Po du që nga kam beti uda nga feja? Po. Nga cila fej? Nga feja islame. Sepse vetë turqisht odë, do më thonë i thojnë dhomës. Se në hotel nëse shkanë për shemëllë në Turqi, duhet emni, mbi emni, shemëllë për vele, dhe vetë ka që numëra, sa numër edhe oda. Se pas në ditë kërë? Jo, po, oda është turqisht. Tani vetë ajo tjetra feja islame nuk e toleran, apo nuk e pëlqen që femnat edhe burrat me nejt zbashku. Në ta vetë? Duhet burrat me nejt veç e veç. Prandaj me ardhen e islamit në këto troje, do më thonë edhe ata na kanë treguar që është një rregull, burrat duhet me qenë të ndomë. Edhe mund të hymja e dyrve, do më thonë shqiptarët e kanë marrë odën, edhe fatmirësisht që sot e kësaj dite kultivohet, ruhet. Nuk është përdhu tradite ju një? Po, e kemi marrë. Bile, thonë vërtetën, në Drenicë, në Dugaxhin, ka oda shumë të mira edhe na ftojnë shpesh herë, edhe bohën do neja, do muhabete që faktikisht është për mu mahnit sa mirë. E vërtet, po ako nëjë diçka që i kanë morë turqit për njëve? Në traditurën që ju ka pëlqy, ka thonë që kjo ka e mirë, t'ja morë me na. Besoj kone sa? Po shqo, unë jam shqiptar, nuk e nëroj ma asgjon, edhe nëse mundohën atë që ta ndëraj këritna, liksohëna. Po në oret Zotit? Se veç Zotim ka kriju këtu ku jam. Absolutisht. Po, jem në Evropë, punojmë në atë ditë mu integruë në bashkimin evropian, në strukturat atlantike, vero-atlantike, NATO. Ata për neve tash nëse do më thonë shtrohet pyetja, kur e kanë pru islamin se nuk e kanë pru veç turqit. Po atëherë kanë qenë edhe persianët me turqit, kanë qenë edhe arabët me turqit, edhe bashka për shembull këtu thuhet që e kanë pru vetëm turqit, nuk është e vërtet. Po e kanë pru bashka ata. Po të lana me vëzë historianë jo këtë sonte këmë nga kalzu. Po, se ata e kanë pranu islamin para nesh. Po. Edhe faktikisht kanë qenë sikur sot që është një faralja onë, se ta quaj ashtu sikur NATO që është. Kanë qenë brenda tyne. Edhe kështu që e kom lexuar atë historinë Tarihul Balkanije që i thonë ata dhe mund historia e Ballkanit, një vend ashtu shkruar thotë vende të ftofta e mend të ngrira. Për neve dhe me. Për popujt e Ballkanit kanë thonë. Po ke kanë qelluolla. Po unë po flas për tek ne, ku jem ne. Krye ngritje. Po si mos me thonë mendje të ngrita kur të një barku fiset e është numërua si likësi me jalshu vllavët rrugën ndarësë. Po në me që ke kryshve? E janë vra. A ka mirë të kryshit, a janë vra në mëzojti për qëtë punë? Po dhe rezat e kryshve? Po, anën tjetër tani në fej islame, jeta është dhuratë e Zotit. Po dhe vdekja është legjë edhe caktim i Zotit. Në fej islame ndalohet rrepsisht britma, kur vdes antari i familjes, a djali i ri,